kemi lindur një kohë që s'dinim të asnjëri që ishte kompjuteri. Dhe tani takojmë me një brez që nuk di si ishte bota pa kompjuter. Edhe pa internet. Dhe pa internet. Do me thënë, nuk e imagjinojnë edhe parajs të thuash si ishte parajs, ata thonë, kishte wireless. Facebook ishte. Është shumë vështirë të kuptojnë jetën e një shenjtori, brez i ri. Do me thënë, të ri të hap një i ri të hap sinaksanin dhe të thotë që tjetri vajti jetonte në një shpellë, nuk kupton asgjë. Unë jam në një seminar, janë shumë teolog edhe për inteligjencën artificiale dhe flasin për inteligjencë artificiale në pikpamje të ndryshme nga profesionet të ndryshme. Dhe një moment u thash unë që inteligjenca artificiale nuk është kaq pozitive, do me thënë që të thuash, është dhe rrezikshme, sepse ne dim që inteligjenca artificiale e teknologjia, edhe shkenca, janë të bekuara, po kemi di lloj shkenca. Nuk është një lloj, edhe nuk është fe të adhurohet shkenca. Dhe shkenca s'mund të përdor mjetet që përdorte një herë feja e gabuar për të ndjekur shkencëtarët, të përdor tani shkenca e gabuar, të njëjtat mjetet të ndjek besimtarët. Që të na tregoj Zoti rëndësinë, kuptimin e shkencës, na e la në Bibël. Çdo gjë ka Bibla, ne nuk lexojmë Biblën. Shkenca e parë u bë nga Perëndia që të shpëtojë njerëzimin. Po prap Perëndia bëri veprën e fundit. Ishte arka. Planet për të ndërtuar arkën ja dha spritën nga qielli. Nuk mund e njeriu atëre të ndërtonte atë gjë. As aftësi, as inteligjencë kishte në atë nivel. As mundësi. Me planet e Perëndis, siç ja dha, me skicat, Noe u bëri ashtu. Dhe ato janë të shkruar edhe në Bibël, sa do ta bëj, sa metra do jetë, sa pis do jetë, gjitha. Dhe kjo është pjesa e parë. Në fund kur u ndërtua arka, derën e mbylli Zoti. Do me thënë, shikoni sa gjëra shumë të thella. Se familjen e Noeut mund ta mirte Perëndia, ta ngrinte lart, mund ta bënte. Ta shpëtonte në Mars ku diun, more zgjidhjen e kishte. Iknin dhe ktheheshin pas. Por nuk bëri atë. Dha planet nëpërmjet të cilave njeriu do ndërtonte arkën. Gjithashtu nëse për shembull le të supozojmë që Zoti vendoste të shkatërronte tokën dhe donte të shpëtonte vetëm një familje. Do i jepte planin e Noeut, e sotëm, të ndërtonte një Starship. Po. Dhe të ikin nga toka të vënë planet tjetër. E njëjta gjë është. Nuk ka rëndësi sa avancuar është shkenca. Rëndësi ka që u dha nga Perëndia se ai ka ndërtuar botën. Po ka dhe një shkencë tjetër. Është kulla e Babelit. Shikone që njëra vjen pas tjetrës. Dhe është atje pikërisht ku njeriu përdor shkencën që të luftoj Perëndin. Nuk doja mësojmë ne Zotit krijimin, ai e krijoi. Neve e zbulojmë. Ne s'mund të krijojmë nga zero asgjë. Shkencëtarët nga njerë bën kaq, si të themi, arrogant. Kundërshtues dhe arrogant. Flasën me kaq arrogancë kundër fesë, thjesht se zbuluan diçka që ekzistonte, jo se krijuan ndonjë gjë. Dhe ekzistojnë dy lloj shkenca. Prandaj dhe në atje dhe unë u thash që
Kur doli njeriu nga parajsa, edhe vdekja, edhe dhimbja, edhe çfarë ishte tjetër, edhe dhimbja, edhe sëmundjet, atje ishe. Edhe sëmundjet u dhanë pikërisht që të frenojnë rënien e njeriut dhe të bëhen shkaku të kthehet shpirti mbrapa te Perëndia nëpërmjet vështirësive, domethënë, është si frenim. Prandaj u dhanë, nga dashuria u dhanë, nuk u dhanë për dënim. Neve tani çfarë bëjmë? Lufta që bëjmë është të mposhtim sëmundjen, të mos kemi dhimbje, të kalojmë mirë, vetëm gëzim, mos të kemi asnjë hidhrim, të zhdukim fare hidhrimet nga bota, dhe të zhdukim në vdekjen. Do me thënë tendenca për të krijuar parajsën, të cilën na pret, nuk është se s'na pret. Mënyra se nuk themi që nuk nevojtet shkenca, s'duhet të keq kuptohet kjo gjë. Por po i fute një pikë arrogancë dhe do t'i dalësh fes para, sidomos besimi ton që është besimi vërtet. Është ajo që është zbuluar vetë nga Zoti. Është ajo që është zbuluar dhe edhe pse zbulojnë njerëz nëpërmjet shkencës krijimin, e gjin para Krishtin. I pret atje në cep gjithmonë. Edhe prandaj ju them që lutja është shumë e rëndësishme. Pse? Se një njeri që arriti nëpërmjet lutjes të ngrihen nivelin e shpirtit të tij në nivelin që duhet e dur, domethënë afër Perëndis, i fitoi të gjitha. Një njeri që nuk përdor lutjen, nuk ka shans të bashkohet me Perëndin. Kur nuk u njoha juve. Nuk them që s'mund të ata shenjtorët nuk janë në një nivel me të gjithë njerëzit. Ata që duan domethënë Perëndin dhe në atje në atë botë nuk do jenë në të njëjtin nivel me të gjithë të tjerët. Ata që e deshën Perëndin shumë në këtë botë do jenë tjetër gjë. Siç ka ndodhur që kemi kur ngjit një ava në parajs dhe shikonte dhe pa dhe etrit, nuk pa Shënandonin. Shënandoni ishte më lartë. Dhe një ava tjetër i tha Shënandonit, tha, unë bëj më shumë asketizm nga tia, dhe nuk marr kaq hir sa merr ti merr shumë si hir. Ndoshta ti nuk e do Perëndin aq shumë sa e dua unë, i tha. Dhe Krishti tha, nëse nuk i lëni të gjitha për hirin tim, të gjitha. Jo ti lësh ti braktis të bësh në një hatan, të lësh fëmijë, të lësh. Dhe ajo mund të bëhet, kemi raste, por të shkëputesh nga ana emocionale. Për shembull, njeri mund të mbas fëmijën dhe të lastëmis Perëndin. Do të thotë që ishte i lidhur më shumë me fëmijën se sa me Perëndin. Dhe shumë herë Zoti na vën në të tilla prova që të zbulohet te ne dobësia jon, se ai e di. Pra, shprehja më e madhe e dashurisë për Perëndin është qëndrimi në lutje. Në kohën e lirë, çfarë do të bësh? Në kohën që ke e lirë, në kohën tënde që ke të lirë, që mund të bësh çfarë duash, çfarë bën? Të vete në një çik mendja për lutje? Jo. Nuk ke asnjë pikë dashuri për Perëndin. Dhe të dini dhe një gjë, thot në Bibël që ai na deshi para se ne ta duam. Dhe që të na doja ai, thot Shën Porfiri, duhet të gjej diçka te ne. Duhet të ketë një ndriçim, një gjë shpirti, që është një flak që ka ngele gjallë dhe ngjan atij. Nëse i shuan të gjitha, je si një i vdekur që duhet të ngjallesh. Dhe shikoni tani, Zoti Krisht ngjalli të vdekur, trupërisht. Të vdekurit që ishin shpirtërisht nuk i ngjalli dot. Ishin farisejt, hipokritët, skribët,
Dhe ata që ishin të joshur me të mira dhe me të... nuk i ngjalli dot ata. Ata i pan të gjitha, dhe mësimin e tij, pan dhe shërimet që bënte dhe mrekullitë e tij, pan edhe dhe në fund edhe ngjalljen e tij. Dhe veprimi i fundit që bën, nga që ishin të vdekur, paguan që mos të shpallet ngjallja të vdekurit shpirtërisht. Të vdekurit shpirtërisht donin të varrosnin dhe ne duhet të bëjmë gjithmonë pjetën, mos jam dhe unë i vdekur shpirtërisht. Dhe kjo frika duhet të na trondit, të na zgjuaj. Duhet të arrim, e dini Shën Simeon theologu, donte të niste jetën shpirtërore dhe nuk dinte si ta niste. Dhe filloi me lutje, nga pak. Dhe i pyeti Jerontin e tij, çfarë të bëj, dua të përparoj, çfarë të bëj? Ai i sugjeroi një libër të Shën Markut Asketit, ka shkruar 180 vargje, nuk mbaj mend numrin fiks, mbi jetën shpirtërore. Bileshte kaq i fortë ai libër në kohën e Bizantit që thoshin shit shtëpinë dhe ble Markun. Kaq e konsideroni shumë të lartë. Dhe atje lexoi Shën Simeoni që dëgjon ndërgjegjen tënde në kohën e lutjes dhe ajo do të tregoj rrugën e Perëndis. Dhe ç'bëri Shën Simeoni? Lutej natën, vente ora 12. Është ora që duhet flym gjumë. Shtrihen krevat. Vinte ajo miza. Po dhe 5 minuta mundesh tani të bëj edhe 5 minuta lutje. Pse u shtrive direkt? Dhe zgjoj, edhe prap te ikona. Bënte 5, 10, shtrije prap. Mirje, s'ke në një dhimbje. Pse s'bënte gjysmore? Kishte arritur, nuk flynte fare. Dhe Shën Simeoni është quhet Shën Simeon teologu. Tre teolog ka kisha. Shën Joan teologun, Shën Grigor teologun dhe Shën Simeon teologun e ri. Kaq shumë lart arriti duke dëgjuar ndërgjegjen e tij që i thoshte lutu dhe pak. Edhe Shën Simeoni, si dhe Grigor Palamai, na zbulojnë për dritën e pa krijuar e Perëndis, që vjen nëpërmjet lutjes. Kur shpirti pastrohet, kur shpirti i njeriu pastrohet, shikon dritën e pa krijuar, në të cila është ajo që nëpërmjet së cilit njeriu komunikon me Perëndin. Nëpërmjet asaj, me atë lahet shpirti që vjen në kontakt me Perëndin. Është drita pa krijuar quhet. Pse quhet e pa krijuar? Se buron nga Perëndia, ishte një nga energjitë e Perëndis. Nuk ka krijuar ai. Nuk është e krijuar. Domethënë nuk është një gjë që u krijua për një rast. Është gjithmonë ajo e pa krijuar. Është rezatim, nuk është esenca e Perëndis, është rezatimi. Domethënë po erdhi këtu një foton nga dielli, ka rezatuar nga dielli, por nuk është esenca e diellit. Esenca e diellit është helion, ku diun si thon. Esencën e Perëndis nuk mund ta është bërthama e besimit ton. Nuk është e paprekshme, e pa kuptueshme, por ato që ajo rezaton, në ato njeriu mund të marrë pjesë. Dhe një nga ato është drita e pa krijuar. Drita e pa krijuar përmban dashurinë e Perëndis, përmban urtësinë e Perëndis. Bëhet për secilin si mana. Në kohën e ashtu bëj mana që ushqesh Izraeli në shkretir, bëj për çdo njeri, bëj ajo që i mungonte në trupin e tij. Nëse ti atë mungonte vitamin D, ajo bëj vitamin D. Edhe drita e Perëndis bëhet për shpirtin nëpërmjet lutjes e merr, bëhet për shpirtin ajo që i mungon shpirtit. Prandaj dhe kur qirotoniset një prift thon shpirti i shenjtë që plotëson
Çdo mangësi. Ne duhet i dim këto. Ne s'duhet të jemi të verbër.